أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Neveviut rahimullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Edhe sot jemi në hadithin 654 me radhë që nga fillimi i librit, hadithi i dytë në këtë kapitull, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: "Wa an Abi Ya'la Maqil ibn Yasar radiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه وفي رواية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة وفي رواية لمسلم ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل الجنة معهم." Në rëfen Abu Ya'la Maqil ibn Yasari radiallahu anhu, i cili thot: "Kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: Secilit rob që Allahu i jep përgjegjësi mbi një popull, e vdes ditën që vdes, duke e tradhtuar këtë popull, ati Allahu ja bën haram xhennetin." Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Në transmetimin tjetër të Imam Buhariu qëndron: "E ai nuk e thakon me këshillat e tij atë popull, nuk e nuhat aromën e xhennetit." Në transmetimin tjetër të Imam Muslimit qëndron: "Secilit prijes që me përsipër të udhëheq muslimanët, e nuk përpiqet për ta dhe nuk i këshillon ata, nuk ka me hyrë në xhenet me ta." Pra kjo është hadithi me transmetimet e veta, të cilën hadith jemi duke tentuar me sharu tash e 8 mexhlise. Kjo është mexhlisi 8 në lidhje me këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe dje folëm për një pjesë të sharimeve që kanë dhënë dietarët në sharimin e një pjesës së këtij hadithit, se çka nënkupton ky hadith dhe çfarë kërcënimi brenda vetes ka për ata që kanë pushtet. E përmendëm fjalën e Ibn Haxherit, që transmeton dhe fjalën e Ibn Battalit rahimahumullahu taala xhamian, Allah i mëshiroft të gjithë ata, se zullumin ose mungesën e këshillës që të përmendën në këtë hadith e ka kuptimin se pushtetarët u bëjnë zullum njerëzve duke e marrë pasurinë dhe duke e derdhë gjakun e tyre. Kjo është e dyta. E treta, o intihaku a'radihim wa habsi hukukihim, duke shkel nderin e tyre dhe duke mos u dhënë të drejtat atyre. Do të shekulli 7 i 8 i hijretit, para 600 viteve, musliman kanë folë për drejtat e qytetarëve, për drejtat e popullit, karshi pushtetarëve. Hala para se me ardh kjo që sot njihet si zhvillim i madh politik, stadi ose niveli më i lartë i qeverisjes që quhet demokraci. Shumë më herët, çdo individ, çdo qytetar ka pas të drejtat e veta, të cilat është dash ti përmbush, ti i zbaton në kohën e tij. Andaj një pushtetar i drejt, i cili
Jo që nuk e merr pasurinë e qytetarëve, por u ndihmon atyre me shtu. E dyta, u garanton një jetë dinjitoze. Krijon siguri dhe stabilitet që nuk rrezikohet jeta e tyre. E treta, ka kushte të atilla të sigurisë, të mirëqenjes që mbrohet nderi i qytetarëve. E katërta, do thotë u jepen të drejtat të gjithëve me merit. E pesta, vë terku të arifi ma yajib alehim fi emri dini me dunjahum. Kujdeset shteti që popullatës t'ia mëson obligimet e tyre fetare dhe të dynjas. Në shteti ka për detyrë dhe obligim me u siguru arsimim të mirëfillt popullatës. Ku ata në atë sistemin e arsimit duhet mësojnë edhe fen, po edhe gjërat e nevojshme të kësaj bote. Andaj shteti e ka detyrë dhe obligim me ia çu shkollën qytetarëve atje ku jetojnë ata. Sepse investimi në arsimimin e një popullit do të thotë investim në zhvillimin e atij shtetit. Se shteti do të zhvillohet pe qytetarëve të vet. E përderisa qytetarët janë të shkolluar, janë të arsimuar, atëherë ata garantojnë një zhvillim të sigurt të atij shtetit. Nëse shteti e lën popullatën në ignorancë, në dekadencë dhe nuk investon në shkollimin e tyre, ai shtet ka më shku mbrapa. Andaj sot, nëse do me ditë se një shtet aja ka gale vetës vetë edhe popullit vetë, shife sa investon në arsim, edhe sa merret me arsimin, edhe sa e ka preokupim kryesor arsimin. Nëse Ministria e Arsimit është për ministrive më të rëndësishme në atë shtet, dhe pagat e arsimtarëve janë më të larta në atë shtet, ai shtet ka plan zhvillimor. Ai shtet ja ka gale shtetit vet edhe ja ka gale popullit vet. Edhe ai shtet për një kohë shumë të shkurt, megjithëse ka mundësi me qenë shtet i vogël sipas banorëve, me konkuru me shtetet e mëdha në zhvillimet gjeopolitike, shkencore, industriale kështu më radh. Ama nëse është shtet i madh, ka shumë banor, shumë popull, ka shumë në madhëburime financiare ekonomike, por nuk kujdeset për arsimimin e tyre, kur gjë mos prit për atij shtetit, edhe pse ka popull shumë, edhe pse ka resurse materiale dhe resurse njerëzore, ai shtet nuk ka mundësi me paraqit rrezik ose sfidë për askën që është përreth tyre. Pra, kryetari i shive muslimanë që i kanë shërë, kryetari i muslimanëve e ka për detyrë dhe obligim mi ofru arsimimin për katës popullatës. Pastaj thot wa ihmalu iqamati al-hududi fihi. Nuk duhet me shpërfill zbatimin e kodit penal, e ligjeve që kanë bëjnë me ndëshkimin e kriminalëve. Secili duhet me marr atë që meriton. Se dikush ka guximin, ka vullnetin, ka fuqinë me shkel ligjet, mi kalu kufit, ai duhet me marr dënimin për katas. Andaj zbatimi i dënimeve fetare në një shoqëri me merit siguron zhvillimin e drejtësisë në atë vend. Ju e dini, gjithë na e dim se sot drejtësia zbatohet në mënyrë selektive. Ki pushtet amnestohesh, ki të njofshëm amnestohesh, ki pare amnestohesh. Kush dënohet, kush gjykohet, ai që s'ka pushtet, ai që s'ka ndërmjetësues, njofshëm ai që s'ka parë. Andaj thuhet zbatim selektiv i drejtësisë. E tani duhet me ndodhë në një kiamet, në një katastrofe madhe, që më uqu në kam shtetit me thonë çka ndodhi. E kush i ka fajat. E tash me i shku për mas edhe 20 vjet, edhe me gjetë fajin e parë. Nëse shkon të i kështu me radhë, duhesh me shku deri në fillim të shtetit. Se secili ka përgjegjësi, do thot për zhvillimet negative që ndodhin në vendet tona. Ama, siç domethënë është e qartë edhe e dukshme procesi njeri, ka zbatim selektiv të drejtësisë. Edhe kështu
nuk e ndihmon askush shtetin. Për shembull, ai që është kryetar shteti, ai që është kryeministër, nëse jep hapësirë që në mënyrë selektive të zbatohet drejtësia, ai mundet mi bëj zullum njënit, e dytit, e tretit, ama me këtë nuk e ndihmon shtetin. Vjen dita që edhe ai shtet krejt paralizohet. Krejt, do thotë, del nga funksionimi. Dhe nuk ka fuqi për me vazhdu me ecë si shtet. Shifë në më një anë kemi arsimin, më një anë kemi zbatimin e drejtësisë në mënyrë të përgjithshme. Se cili e merr atë që meriton. Jo në mënyrë selektive. Edhe çdo kujt që bën krime, i kalon kufit, bën kundërvajtje, do të më marrë dënimin e tij. Edhe fatmirësisht në Islam dënimet janë të ashpra edhe janë konkrete. Edhe zakonisht, për shembull, këta armiqtë e Islamit e akuzojnë shariatin Islam se është barbar, e është i ashpër, është i egër. Mirë po realisht historia e drejtësisë edhe historia e zhvillimit të shteteve ka tregu se atëherë kur është zbatu ky ligj i Zotit, ky shariat i madhërishëm, në botë ka pas drejtësi dhe ka pas zhvillim. Dhe numri i krimeve që ka ndodhur ka qenë minimal. Kurse sot që bërtasin edhe bëjnë zhurmë se kanë sistemin më të mirë politik në zhvillimin e njerëzimit, se demokracia është ajo që s'ka më shumë edhe më mirë se demokracia, se sistemet juridike që i kanë këto shtetet janë të përsosura, këto janë broçkulla, janë muhabete kote që s'kan realitet, sepse shifrat, statistikat tregojnë se krimi nuk ka ra, por është rrit. Dhe se njerëzit vetë e ndjejnë padrejtësinë në lëkurën e tyre. Dhe se shumë njerëz i gjykohen padrejtësisht dhe shumë zullumqtar amnestohen padrejtësisht. Edhe viktimat, edhe të dëmtuarit mbeten pa i marrë hakun e tyre edhe të drejtat e tyre. Pra dhe kjo është prej detyrave të pushtetit. Me zbatu ligjin, kodin penal për gjithë në mënyrë të barabartë. Edhe këtu ju kujtohet hadithin më hershëm që e përmendëm, betimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikurse edhe Fatimeja, bia e Muhamedit, kishte vjedhur, doja pritja dorën. Domthonjë s'ka këtu selektim. Kush do koftë që bën kundërvajtje, shkel ligjin, meriton dënimin, ka mu dënu. Sepse në momenti që ka drejtësi selektive, Allahu dhujër kejt atë popull e shkatëron. Andaj, këtu po du me dalë me bëni digresion, me dalë pak për me këshillu të seri vetë në vetë. Nëse ti ke bëni gabim, edhe arri sukses me pare, me të njofshë, me pushtet, me amnestu vetë vetën, nga gjykimi. Nuk duhesh mi u gëzu kësaj gjendje ti. Se realisht ti kontribon në shkatrimin e ati pak shteti që ka meti. E para. E dyta, pse ti shpëton nga ligji, nëse ke bo kundërvajtje, nuk mund është me shpëtu nga ligji i Zotit, nëse nuk e pendu. Edhe kjo fatkeqësisht ndodhet e musliman besimtar praktikant. Ata mendojnë se nëse gjenë mekanizëm me shpëtu ligjit, se kjo mjafton për ta. Ne muslimanat që besojmë në gjykimin e drejt absolut nga Allahu dhu Gjelal, ne du të me pas galen e parë, si do dalim para Allahut. Edhe cila do jetë pozita jonë në gjykimin e tij, gjykimin e peshorës së Rabbul Aleminit. Pastaj se si do dalim na para njerëzve. Është gabim i madh aka ideologjik, islam, besimor, që një musliman t'ja ketë gale ma shumë ligjeve të dynjas sa ligjeve të Zotit. Gjukatave të dynjas se sa gjukatave të Zotit. Ti bën çka dush këtë botë. Shfryzo çka dush këtë botë. Shpëto si dush për gjukatave të kësaj bote. Ama mos harro se kemi u ballafaqu me gjukatën e drejt absolute, gjukatën e Allahut xhelal. Atë mendoje. Aty si kemi dalë. Nëse se kemi na këtë gale, këtë breng,
atëherë na kena problem me imanin ton. Kena problem me madhnimin e Allahut Dhul Xhelal. Kena problem me madhnimin e shenjtërive të Islamit. E prej shenjtërive të Islamit janë edhe kufi që ka caktuar Allah. Sot për shembull, nëse pin alkool nuk dënohesh me ligjet e këtujt. Me ligjin Islam dënohesh. Edhe nëse dikush pin alkool sot se s'ka kush e dënon, ai duhet me di se një ditë ka me dalë para atij që ka mu dënu. Edhe dënimi ka me konë i dhemshëm. Nëse ti sot merr kamat, kredit me kamat, edhe nuk dënohesh për shkak të këtij veprimi, se shteti e stimulon në gjë të tillë. Kjo s'do të thonë që ti ke më shpëtuar nga dënimi i Allahut Dhul Xhelal. Nëse sot ti hen kazino dhe lum komar bastore, edhe ligji nuk dënon sepse po këtë vepër, sepse ky ligj nuk e ndalon një gjë të tillë. Ama mos kujto që ti ke më shpëtuar nga ligji i Allahut Dhul Xhelal dhe dënimi i tij. A kuptoni vëllazni? Çfarë gabim? Edhe njëjtë pastaj, nëse ti e vret dikën, ose ja dëmton kerin dikujt, ose ja dëmton shtëpinë dikujt, ose çfarë do dami që bën dikujt. Që sot ligjet e sanksionojnë të na këto. Po ti shpëtove nga sanksioni për shkak të mekanizmave tuja që i përdore, mos kujto se ki me shpëtu nga dënimi i Allahut Dhul Xhelal. Andaj gabimi më të madh që bëjnë muslimanët praktikan sot është kjo. Se edhe këta mendojnë me kokën e gjahilave, kokën e jo fetarëve, kokën e jo muslimanëve. Shpëtojnë e para gjyqit e pastaj jo vëllai, ndesh shpëton, ndesh më shpëton. Ti ke me dalë para gjyqit të Allahut Dhul Xhelal, edhe aty ke më gjyku. Për shembull ndodh aksident, i bjerë në kerit të në parking, edhe ik. Muslimani edhe ik. S'ki drejt, ani se s'ka kamerë, ani se s'ka njerë që t'ka po. Ti nalu ati pritet pronarin e kerit, o vëlla ta kam dëmtu kerin, ka të shka është borgje. Ose nëse ki pun, e le numër telefonit. Ta kam dëmtu kerin, thira, mire me vesht. Se ti mund është me shpëtu, s'ka po kërkush. Ama të Allah se në shpëta. Ose me e keqë se kjo është i bie me kerë, me automobil, këmsorëve, kalimtarëve, erzon, e lëndon, do shtë edhe e mytë, edhe ik me kerë. S'pa kërkush, s'ka kamerë, s'ka dëshmitar. Ik, mos ik. Se ti ku kemi shku? Ti mund është me ik për i gjyqit së e bote, po se në ik për i gjyqit Rabbul Aleminit. Po nalë ati, merë njerin, jepja ndimën e shpejt, ndimën e parë. E mosën e, që ka caktua Allahu Dhul Xhelal për ty, ka me ndodhë. Ky mentalitet është mentalitet i cili tregon dobësinë fetare. Ti mund është mu falë edhe ditën edhe natën. Ama nëse në këto momente nuk kujton gjykimin e Zotit, edhe se ti sa dush pëton nga gjykimit e dynjas, si kemi dhënë llogari Allahut, nëse nuk e kujton, imani jot është i dopt. S'po du me thonë se s'ki iman, se është kategorizim i rënd, ama është imani i dopt. Se imani i besimtarit delshesh në momentin kur gjykohet kundër gjërave që i dëshiron ai. Kur gjykatësi fetar, kadhiu shar'i, kadhiu fetar, gjykon me një gjykim kundër teje. E ti tregon gatshmërinë tonë me u nënshtruar atij dënimit, le të jetë sa të jetë Iran. Atëherë ti e dëshmon imanin tënd. Ashtu siç tha Allahu i Madhëshëm Kur'an, fela wa rabbika la yu'minun. Pasha Zotin tënd. Ju betu Allahu Dhul Xhelal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E i tha pasha Zotin tënd o Muhammed. Fa wa rabbika la yu'minun. Ata nuk janë besimtar. Deri kur hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Derisa nuk të marrin ty o Muhammed si gjykatës në mosmarrëveshje që i kanë ata besimtar mes vete. Do të e para imani i besimtarëve delshesh kur në momentet të mosmarrëveshjeve, gabimeve, krimeve e marri për gjykatës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë Kur'anin dhe Sunetin. Kjo është e para. E dyta, wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. Dhe nuk gjejnë në gjoksin e tyre kundërshtim të asaj që ke gjykuar ti. Nuk i ngushtohet zemra pse ti gjykove, ti e ki tamam, ti e ki gabim. E këti që tha gabim, me dhe pse mu gabim?
Unë s'kom bë kur gjë, e ndin veten ngushtuar prej gjykimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po jo dush me thonë, mas I ka gjyku Islami kështu, unë jam razi, jam I kënaqur me këtë gjykim të Islamit. Kallëzojnë hoxhallar që merren me pajtime, namazli. Edhe shkon ti me I pajtu, me ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kcen këtu aty, thotë, ja unë s'du. Ashtu me gjyq. Si be me gjyq, e lën fjalën e Allahut, e lën gjyqin e Allahut, shkon me gjyq të shkallët. Ku është imani jot? Ku është Islami jot? Andaj fa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum thumma wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Edhe I dorëzohen tërësisht ti vendimi dhe gjykimi. Janë tre komponente. E para me u gjyku me shariat, e dyta me qenë të kënaqur me vendimet e shariatit, e treta me ju dorëzu dhe me ju nështru zbatimit të vendimit të shariatit. Kush I ka këto komponente, ka imanin tamam. Mungon diçka për këto komponenteve, mungon shumë çka nga imani I tij. Andaj Allahu Dhul Jalal I thot besimtarëve, afa hukma al-jahiliyati yabghun, a din ata ligj jahilietit? Ligj jahilietit, ligj I jahilietit është çdo ligj jashtë Islamit. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. A ka ligj më të mirë se ligji I Allahut për ata që janë bindur? S'ka. Për ligj është s'ka, ama jo vetëm me llaf. Na unë edhe ti do e dëshmojmë Islamin ton, dorëzimin ton, nështrimin ton, atëherë kur unë do jem fajtor, edhe do vere kadiu gjykatësi musliman që gjykon me ligjet e Islamit, do thotë ti e ke fajin dhe ti dënohesh me dënim kaq. Edhe thuti, peqi, lepe peqe, unë jam dakord me këtë vendim, sepse është gjykimi I Allahut, kjo është gjykimi më I drejtë që ekziston. E jo të thësh valla unë spajtona me këtë gjykim, unë mos bëj zullum, se njeri zakonisht ka prirje për të shfaqsu. Askush ose shumica e njerëzve në start nuk pajtohen me dënimin që vaja. Se njeri e lloj vetëm me laçe, e vlia. Kur zgabone, kur nuk hen hak dikujt. Kjo është e vërtetë. Përkundrazi, njeri është zullumçari më I madh. Edhe vetë fakti që ngreve çka vetja, mjafton për me kuptuar se është zullumçar. E mos flasim se ai ka pushtet, e mos flasim se ai ka famë, e mos flasim se ai ka parë, e mos flasim se ai ka familje të madhe, I rritet menja edhe I shtohet vullneti me bo zullum ma shumë. Ama muslimani e korrigjon vetveten, e kontrollon vetveten edhe vazhdimisht e detyron nefsin e tij, egon e tij që t'i nështrohet fjalët e Allahu Dhul Jalal dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj shive subhanallahu, di çfarë komponente të bukura I kanë përmendur ulemat, e përmendin për herë të tretë. Flasim për 700 vjetëve, më 800 vjetëve. Nuk flasim për sot e para 20-30 vjetëve. Flasim për një zhvillim strukturor, institucional, politik, që kanë pas muslimanët dhe në bazë të kësaj, ata e kanë zhvilluar dhe andaj kanë qenë modeli që është kopju anë mban botës. Pastaj thot, "Wa rad'il mufsidina minhum." Nëse mbrenda shoqërisë ka kriminal, ka bandit, ka njerëz që bëjnë fesad, ata duhet me nal. Edhe ata duhet me tregu ku I kanë veni. Duke I burgos, duke I ndeshku, s'ka banda kriminale me marë drejtësinë në dorën e vetë, me bo grupe njerëzish e me pas armatim, e me pas pare edhe me bo fesad në tokë. Si që sot, për shembull, nuk ka shtet në botë ku s'ka grupe mafioze. S'ka shtet në botë. Se shteti është I fuqishëm, ka ushtri, ka polici, ka struktura, shërbimit inteligjencës, ka prokurori, ka gjykata, edhe në këto shtete ka grupe mafioze. Pse ndodhin kjo? Kush e di përgjigjen?
Se shteti nuk është i drejtë. Se shteti lejon me pas qasi vrimat zeza, qasi gjepa, fshehura, që ti përdorë shteti për interesit e veta. Edhe të ngelet i pasër para shoqërisë. Asnjë shtet që është i drejtë 100% nuk ka vend për grupet mafioze, kriminele. S'ka vend. Se nëse ai e vret diken, ai duhet me shku në burg. Nëse ai e rre diken, duhet me shku në burg. Nëse ai dëmton diken, duhet me shku në burg. E pse ka kësi lloj grupesh? Për shkak se shtetet nuk janë të drejta. Dhe i japin të drejtë dikujt për me bë krime të cilin janë ndalojnë shumicës. Edhe na e këtë e dim, momentin që ndronë pushteti, ndrojnë edhe grupet mafioze pasaj. Edhe andaj, këtu dhe në shesh gjithashtu shive, dhe i ndalin mufsidunët. Mufsidun në mëna që ma fesat. Edhe që është i organizuar grupet kriminale, grupet bandite, grupet mafioze. Si len ata me përhap fesat, me bo zullum, me i trishtu njerëzit, me plaçkit pasurin, me vënu kushte, me nxjerr haraq njerëzve, pushtet për me pushtet. S'ka, njerëzit në sistemin islam kanë obligime fillimisht ndaj Zotit, pastaj ndaj pushtetit vetë dhe ndaj askujt tjetër. Edhe pushteti, momenti që ata e paguajnë zeqatin, që ka që është obligimi njerëzve ndaj shtetit ekonomikisht, e ka obligim ai me i siguru dhe me garantu ata. Jetën e tyre, pasurinë e tyre, lëvizjen e tyre, qarkullimin e tyre. Edhe në momentin që normalisht alarmohet gjendja dhe rrezikohet vatani, mobilizohet ai popull për ta mbrojtur vatanin në mënyrë obligative. I thuhet atëherë bëhet xhihadi farz ain, kur kryetari musliman e shef se shteti i sulmohet nga forcat armiqësore, edhe ai shpall domethënë gjendje të jashtëzakonshme, edhe mobilizohen gjithë qytetarët e moshëritur, të fuqishëm, të shëndetshëm, me marë pushkën me mbrojt vatanin. Siç e kanë edhe ligjet sot pozitive. Edhe Islami në atë kuptim e ka edhe atë kuptimin bazë të xhihadit. Dhe pastaj çka thot wa himayatuhum, do thot wa tarku himayatim. Dhe këta grupet kriminale nuk kanë të drejtë, më shteti islam nuk ka drejtë me mbrojt ata. Mu dhon pozicion të veçantë. Mi amnestu ata nga krimet e tyre. O radul mufsidina wa tarku himayatim. Shife, do të prej detyra dhe obligimeve që i ka i pari muslimanëve, është që me i luftu grupet kriminale, bandite, dhe mos me u dhon atyve mbrojtje. Por ata do thot me qenë të barabartë para ligjit, edhe normalisht mos ata që kanë dosje kriminale me konë të parët që do të thirren dhe do të gjykohen në gjykat. Shive këtë e thot, do thot Ibn Hajeri rahimullahu ta'ala, në librin e tij Fathul Bari, komentimin e Sahihut Imam Buhariut, dhe përcjell fjalën e Ibn Battalit. Do thot, kush prej kryetarëve musliman, si ka këto komponente në veprimin e tij, në përgjegjësitë e tij, në plan programin e qeverisjes së tij, ai njeri e ka tradhtuar pozicionin e tij para Zotit të Xhelal. Ande për këtë flasim na, që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yemutu yawma yemutu wa huwa ghashun lahum, vdes ditën që vdes, duke e tradhtu popullin e vet. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah ja ka bë haram atij xhenetin. E tash e thotë unë pa, unë të kënaqem këtë botë, të kem pushtet këtë botë, të kem ndikim këtë botë, të kem parën këtë botë, të kem qefe këtë botë, atje pasaj, tamam. Kush e menon kështu, a fatkeqësisht edhe shumë muslimanë e menojnë kështu, fatkeqësisht. Unë këtu të kënaqem, këtu të bëj sefa, këtu të kem me hangër me pi, këtu të kem kënaqësi, e atje Allahu është Gafurur Rahim, Allahu falem shira. Po, Allahu është Gafurur Rahim, është shumë e vërtet. Amma dhe Allahu është, do thot, Azizun dhun intiqam. Allahu është krenar edhe ndeshkues i madh, i rrept. Edhe shadidul adhab, ai që dëshkon ashpër, edhe është i drejtë. Allahu secili e pa që meriton.
Edhe ndaj besimtari I vërtet, muslimani I sinqert është ai që ja ka gale edhe gabimin dynja dhe dënimin dynja, po ja ka gale edhe më shumë dënimit në ahiret. Se këtu dënimet janë me pare, dënimet janë me hakmarrje, dënimet janë me burg, ama atje digjesh në xhenem, Allahu na ruaj. Digjet trupi jot, lëkura jote, digjen organet e tuja. Dëshkimet e dhëmshme e xhenemit janë pa parashikueshme, edhe të pa përshkrueshme, nuk mund ta përfuturosh se sa dhëmshme janë ato dënime. Edhe nuk ban besimtari dhe Allahu në këtu ta ka përsëri mas në atje lehtë. E kam Allahun, jo. Përkundrazi ti këtu mundesh me pas më lehtë. Edhe burgu I përjetshëm me qenë, këtu e kalon shumë më lehtë. Se burgun e përjetshëm e ki ditë e para vështirë, pastaj ti bosh një lloj, domethënë baba aty. Se bosh për matë vetëve në burg. Edhe s'ka më maltretime, s'ka më domethënë dënime. Normalisht pengohesh nga lëvizja e lirë. Ama në xhenem Allahu na ruaj. Çdo sekond ndeshkohesh. S'ka ti më thonë unë jam xhenemia I vjetër edhe unë kam tu privilegje. S'ka ti privilegje se çdo sekond digjesh. Shkërmohet likura apet likura e re. Edhe një herë nisja. Prej fillim digjesh vazhdimisht. Edhe andaj muslimanin e vërtet e nan nga zullumi, nga krimi, nga gabimi, friga për Zotit dhe dënimi I Tij, jo friga për ligjeve. Dhe kjo e ka zhvilluar shtetin islam. Ama kryetari musliman I ka pas këto detyra parasysh edhe e ka arsimu popullin e vet, e ka shtu dozën e fetarisë e popullit vet, I ka ndeshku me merit njerëzit, s'ka lënë grupe kriminale me pas, ka pas mundësi për zhvillim ekonomik, se cili me fitue si pas punës që e bën, edhe njerëzit pasaj ka nështrua e para frikë e Zotit, e dyta drejtësisë pushtetit. Edhe ka ecë marë. Edhe ka me ecë marë çdo herë që na çtu punojmë. Unë në shtëpinë teme, ti në shtëpinë tonë, unë në xhamin teme, ti në xhamin tonë, unë në shoqatën teme, ti në shoqatën tonë, unë në ministrin teme, ti në ministrin tonë, unë në popullin tem, ti në popullin tanë, unë në vendin tem, ti në vendin tanë. Kështu cili për neve ka përgjegjësitë e veta. Edhe na kur folim për shtetin, kam qef që edhe ti që je domaçin shtëpinë tonë, edhe ti je kryetar në shtëpinë tonë, ta kesh parasysh këtë këshill. E mos thuaj valla hoxha sot të fol për mua, të fol për kryetarin e shtetit. Po, jam të fol për kryetarin e shtetit, kur foli për shtetin, ama jam të fol për mua, për ty kur foli për shtëpinë. Edhe është një shtet I vogël. Ku unë edhe ti kena nevojë me kon të drejtë atje nga gjithë anëtarët e familjes, edhe kështu me eduku fëmijët e tonë, me jetu me drejtësi, brenda familjes tonë, edhe me pas guximin, edhe mundësinë me kundërshtu vendimin e kryetarit nëse ai vendim është I gabuar. Edhe kryetari me tregue anëtarëve të familjes vet se kur ka marrë vendim gabum, thonë vendimi është I gabuar, ju keni drejtë. Edhe me korrigju vendimin e vet, me gjyku me vendim të ri dhe të drejtë. Edhe kështu atëherë na mësojmë vetveten edhe mësojmë fëmijët tonë me luftu për drejtësi, edhe me sakrifiku për drejtësi, edhe me insistu në drejtësi, edhe mos me pranu zullumin, edhe mos me pranu domethënë padrejtësinë, edhe qasjen selektive gjitha mejdanet e zhvillimit të shtetit. Këtë kjo tregon përgjegjësinë e madhe që ka pushtet mbajtja në Islam, gjëra për të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, të gjithë jeni çoban dhe gjithë keni me dhënë llogari për tufën tuaj. Dhe tamam kjo hadith që përfundon faktikisht këtë sqarim për këtë pikë vetëm e jep mesazhin e asaj që thash paraprakisht. Këtë na jemi çoban, secilin pozitën e vet. Edhe këtë na kena me dhënë llogari për tufën tonë. Për shembull në xhami që është vend ku adhurohet Allahu xhall, edhe aty gabojmë në menaxhimin e xhamisë. Dikujt jap në më shumë se që meriton, dikujt jap në më pak se meriton. Edhe hoxhës, edhe muezinit, edhe këshillit, edhe xhamatit, edhe këtë na për shembull jam marrë në më shumë se që japna, ja jap në më shumë se që marrna. Domthonë bëjmë padrejtësi. Shfrytëzon xhamin, nuk e jep hakun e xhamisë. Shërben dikush se jep hakun atij që shërben ty. E shfrytëzon ki merak ka përthesh
Adin s'm pa kur kush në xhami, nuk ta vën kur kush thikën fit, ja jep antarësi, ja s'ki me hin xhami, kur kush ta vën. Ama ti vet, nëse si i vetëdijshëm se ti ke obligime ndaj ti objektit, ndaj kësaj zemra, pse tash kena ftoft se s'punon zemra. Se dikush e ka prishë, s'ka kush e ndrejsh. Edhe ti duhet ftoftin tash. Ama kur ishte ngroft, kur kush nuk thotë që kjo ngrofti ka vjen. A vjen pi qielli, a vjen pi toke, a merret dikush me te, a pagun dikush ose pagun, kur ishte ngroft, kur kush siç ke mënia. Si të bëhet ftoftë me ku është benzemja, ku kush e prishin zemën. A kupton? Çka është padresia jon? Në xhami, pa më ku bëhet ibadet Allahu te ala. E mos folim jashtë kësaj. Allah na udhëzon na përmirëson, vazhdojmë me mësimin e ardhshëm inshallah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin.